Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Marko Đurić mori pjesë në samitin e ASEANit me rastin e 50 vjetorit të Traktatit të Miqësisë dhe Bashkëpunimit në Azinë Juglindore, ku siç njoftoi ai, pas samitit delegacioni i vendit tonë arriti të gjitha objektivet e përcaktuara, kryesori prej të cilëve ishte konfirmimi i mbështetjes së integritetit territorial dhe sovranitetit të Serbisë. Ministri Đurić u takua veçmas me ministrat e jashtëm të Filipinës dhe Kilit. Ministrja filipinase Teresa Lazaro konfirmoi mbështetjen e vendit të saj për integritetin territorial të Serbisë dhe Đurić mori një konfirmim identik nga ministri Kilian Francisco Perez Maken. Đurić është ministri i parë i punëve të jashtme i Serbisë që vizitoi Filipinët pas 16 vitesh. Presidentja në detyrë e Kosovës Albolena Haxhiu njoftoi se seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës do të mbahet me 6 gusht. Haxhiu njoftoi datën e seancës në një konferencë për shtyp, duke theksuar se deri atëherë partitë politike kanë përgjegjësinë për të vazhduar diskutimet mbi formimin e institucioneve të reja. Me të njëjtën rast, presidentja në detyrë e Kosovës i bëri thirrje Këshillit Gjyqësor të Kosovës që kur bëhet fjalë për dorëheqjen e gjyqtarëve serb në veri të Kosovës të veprojnë në përputhje me praktikën aktuale, duke deklaruar se dorëheqjet janë të pakthyeshme dhe se sistemi gjyqësor nuk mund t'i mbajë pozicionet e atyre që vetë i kanë lënë pozicionet e tyre. Analisti politik Armen Demako tha për Kosova Online se Lumir Abdigjiku dhe Vjosa Asmani veprojnë si satelit politik televizjes dhe vendosjen brenda LDK-s dhe se veprimet e tyre e dëpsojnë partinë dhe dëmtojnë atë nga brenda. Si shpjegoi, qëllimi i Albin Kurtit është të shkaktoj përqarja brenda LDK-s dhe ta shkatërroj pakënaqësinë e anëtarëve dhe mbështetjet e partisë me votat për lëvizjen vetëvendosje. Ajo që definitivisht nuk i përshtatet Kurtit është që konsolidimi i lidhjes demokratike të Kosovës, thot politikologu Ognjen Gogić në një intervistë për Kosova Online. Ai beson se nëse zgjidhet një udhëheqje e re e LDK-s, nuk ka gjasa që ata të bijnë dakord për një marrëveshje me Kurtin pa zgjedhje të reja. Ish ambasadori i Kosovës Blerim Cana i vlerësoi se reagimet e Bashkimit Evropian si dhe të ambasadorëve të Italisë dhe Gjermanisë pas prishjes së shtëpive në zonën e liçenit të Gazivodës pasqyrojnë gjendjen aktuale të marrëdhënieve të Kosovës me partnerët ndërkombëtar. Ai theksoi se ndërtesat e ndërtuara pa leje duhet të hiqen, por paralajmëroi se mungesa e koordinimit me aleatët reflektohet gjithnjë më shumë në reagimet e tyre publike. Komentuesi politik Dardan Sejdiu në lidhje me prishjet e shtëpive pranë liçenit të Gazivodës thotë se nuk dëshiron të jetojë aty ku vendimet merren në baza etnike, duke deklaruar se kështu i duket veprimi i përmendur. Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës e Kosovës njoftoi se mbrojtja e burimeve ujore është një prioritet strategjik kombëtar dhe tha se do të vazhdojë të largojë strukturat e ndërtuara ilegalisht në tokat ujore në të gjithë Kosovën. Përveç zonës e liçenit të Gazivodës, ministria thekson se brenda të njëjtit prioritet strategjik do të merren në konsiderat raste të tjera të uzurpimit dhe ndërtimit të palishëm, veçanërisht në afërsitë e liçenit të Graçanicës dhe Batllavës, të cilët janë burimet kryesore të furnizimit me ujë të pijshëm për qytetarët. Në gjykatën themelore në Prishtinë u mbajt fjala përfundimtare në procedurën kundër kryetarit të komunës së Skënderajt Samil Ushtaku dhe të tjerëve të akuzuar për friksim të dëshmitarëve në rastin e Drenicës dhe akuza ka të bëjë me abuzimin e civilëve në Likov gjatë luftës. Prokuroria Florie Salihu Shamolli kërkoi në fjalën e saj përfundimtare që të pandehurit të shpallën fajtor për krimet për të cilat akuzohen. Samil Ushtaku deklaroi në fjalën e tij përfundimtare para gjykatës themelore në Prishtinë se ai përballet me procedura të udhëhequra nga sistemi gjyqësor i Euleksit për 13 vjet, duke theksuar se është i pafajshëm dhe se nuk ka prova ose argumente kundër tij.
Moti nesër në Serbi pas një mëngjesi të freskët dhe kryesisht i ftjellë gjatë ditës do të jetë kryesisht me diell dhe pak me ngrohtë me zhvillime të dobta deri mesatare të vranësirave. Të dielën do të jetë kryesisht me diell, ndërsa në pjesën e dytë të ditës së sjellë të hënën pritet moti ndryshueshëm me vranësira, ndonjëherë me disa shira afat shkurtur me bubullima. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 8 deri në 16, kurse ajo më e larta e ditës nga 24 deri në 29 gradë Celsius.